Gjithashtu. Përveç faktit se kur unë dola për herë të parë jashtë kufive të Shqipërisë, i angazhuar me Kryqin e Kuq, diku këtu në Zvicër, takova një bjondin, e cila më vonë u bë gruaja ime, u bë mamaja e bijës time, dhe u ndam. Mbas vitesh martesë. Ishte zviceriane? Urdhëro? Ishte zviceriane? Po, zviceriane. Zviceriane, dhe ishte pak si në kontrast, sepse ne vendosëm të martoheshim në Tiranë dikur në vitin 2001-2002, dhe në atë kohë Bashkia e Tiranës ishte në rekonstruksion dhe na kishim vënë për zyrë martese një barak ndërtimi. Dhe si dëshmitar kisha 2 miq të mi të universitetit, dhe si vëzhgues kishim disa njerëz që donin të martoheshin mbas neve tek hekurat e dritares. E pas ke pas film. Kjo është historia e ditës martesës. Është një histori. Jeta ime është komplet një film. Pastaj nuk funksionoi me maman e vajzës tënde. Me maman e vajzës nuk funksionoi mbas vitesh martesë, dhe ndjeva një moment që desha të jetoja pak më i lirë, përveç faktin se në një martesë ke disa obligime tjera. Po gjithsesi, doje pak pushim nga martesa. Ishe martu pak shpejt e doje pak pushim. Jo, doja pak ventil nga martesa. Jo, ai quhet shfryrja e ventilit. Shfryrja e ventilit, sepse të jetosh në Zvicër do të thotë vetëm punë. Asgjë më tepër. Përveç faktin se vija nga bankat e shkollës, isha thjesht i huaj, jetoja në një lagje ku duhet të mbaje standardin, sepse pozicioni i tillë në Zvicër është që lagjet, komunat, qytetet ta kanë sjell jetën deri në atë pikë që o do jetosh aty, o do shkëputesh prej atij. Do të thënë, në qoftë se ti nuk ke mundësi të paguash apartamentin në këtë zonë, ty të jepet mundësia të shkosh në atë zonën tjetër, po edhe jeta sociale në atë zonën tjetër është si ato banljet e Francës. Jo dhe aq si banljet e Francës, por i çik me rregull. Besoj se keni qenë në Zvicër dhe duket çdo vend njësoj, e kanë kthyer çdo cep muze. Nuk e di a keni qenë ndonjëherë. Kam qenë. Kështu që duhet të mbaje standardin dhe kjo të shkaktonte shumë sforco. Sforco, duke ditur se erdhi fëmia, unë në mars u zhvendosa në Zvicër dhe në dhjetor lindi fëmia. Një gjuajtje, një gol, ndodhi, kështu që mu desh të punoja. Çfarë punë bëhen atë kohë? Ti nuk kishe arsimin e durës, ishte kualifikime, ishte... Jo, arsimin e kisha. Arsimin e kisha, sepse sapo mbarova universitetin për inxhinieri të përpunimit të drurit, me notën më të lartë të me notën në Universitetin Bujqësor të Tiranës, po. Biles në ato vite mund të quhesh e hero, nëse shkoje te universiteti Bujqësor i Tiranës, për vetë faktin se duhet kaloje atë rrugën që ka qenë midis xhamisë dhe monumentit Skënderbeut, ku kalonin makinat me shpejtësi dhe kishe frikë të shtypesh çdo mëngjes. Kam shkuar edhe në shkollë me frikë. Sa studia, ti flet edhe unë po kujtohem, u ktheva me njerë në kohë, edhe unë e kam pas të frikë, në atë kohë shkoja. Normale, kush kalon të atë cep rrugë, o shkonte me këmbët përpjet në trotuar, ose përqafonte monumentin e Skënderbeut. Ka qenë një periudhë shumë e rrezikshme në momentin që unë kam bërë shkollën. Kam studiuar me vështirësirat më të mëdha që mund
që mund të përfitirohe për vetë faktin sepse kisha të bëja me vizatime, me projekte inxhinierike, ndërkohë kisha një kompjuter në shtëpi që mund të punoja diçka më bukur se me shkrim dore, si kolegët e mi, student. Iknin dritat, më duhet shkoja te biblioteka kombëtare, atje ishin xhaxhallarët që lexonin gazetën Zëri i Popullit, që s'lëshonin vend gjithë ditën. Vështirësirat e studimit në Shqipëri. Ndërkohë, arsimin e kisha në Shqipëri, erdha me arsim, por arsimi ishte tepër i vjetruar. Ndërkohë që unë mësoja në Shqipëri me teknologjinë e përkthyer ruse të viteve 60, këtu në Zvicër vite më vonë e kuptova që teknologjia ishte shumë e përparuar. Shumë e përparuar. Kur unë erdha në Zvicër, në zyrën e punës që u regjistrova në ditën e parë, javën e parë që kam marrë në Zvicër, kur u zhvendosa përfundimisht, sepse është një procedurë shumë e gjatë të zhvendosesh në Zvicër. A thua sikur po marton princeshën e Belgjikës, të zhvendosesh. Do shumë procedura. Shkova tek zyra e punës dhe më tha, flisja anglisht dhe italisht, më tha, çfarë zanati keni? I thash, unë jam inxhinier. Po e kem mbaruar, tha, në Shqipëri. Tha, kur të ketë 100 vinça mbi zyri, tha, vetëm atëherë mund të ketë punë për ty. Lopat, a di? Di, thashëm, patjetër. Edhe shkova në Lopat. Dhe puna e parë që kam bërë në Zvicër ishte në ndërtim, afër një stacioni treni, ku unë shifja trena që iknin e vinin, dhe ishte java e tretë, mbasi u zhvendosa përfundimisht. Ndërkohë u regjistrova për një kurs gjuhë, u regjistrova për zyrat e punës, për zyrat temporare të punës, për zyra e të tjera, sepse prisja fëmijën. Ndodhi që do vinë të krije.